49 nga 96 rajonet e Francës janë në alarmin e kuq nga vala e të nxehtit që ka përfshirë vendin, i cili po përgatitet për temperatura përvoluese në ditën e vijim. Këtë të hënë termometri shënoi mbi 40 gradë Celsius në disa zona të Francës perëndimore, ndërsa në Bordeaux temperaturat mund të arrijnë deri në 43 gradë, e puhuar kjo edhe nga Meteo France. Një njoftim i Ministrisë së Arsimit tregoi se rreth 845 shkolla qëndruan të mbyllura gjatë ditës, ndërsa 1800 nxënës të tjerë u lejuan të përfundojnë mësimin më herët. Alarmi portokalli nga vapa u vendos për 10 rajone, teksa në total 63 milion njerëz janë të prekur në të gjithë vendin. Kushtet e rënduara atmosferike vijnë pas një fundjavë ku temperaturat prekën 40 gradë Celsius, duke sjellë ndalimin e konsumit të alkoolit gjatë festivalit vjetor Fête de la Musique, një ngjarje kombëtare që mbledh turma të mëdha në rrugët e shumicës së qyteteve. Në rajonin jug perëndimor të Girondes, autoritetet lokale njoftuan të dielën se 3 persona të moshës 80 deri në 95 vjeç dëruan jetë pjesërisht për shkak të nxehtësisë ekstreme. Ministria e Shëndetësisë Stéphanie Ries deklaroi për televizionin publik francez se shumë qytetarë do të vuajnë gjatë këtyre ditëve të nxehta, ndërsa u bëri thirrje njerëzve të mbajnë nën vëzhgim të afërmit dhe fqinjet e tyre.